Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ndjekës të kanalit tim. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me letrën e radhës. Sot do të ndaj një rrëfim që realisht është goxha i dhimbshëm. Bëhet fjalë për një vajzë, një grua, e cila ndan një trishtim. Ajo ka nevojë për mbështetjen tuaj. Por në çfarë kuptimi ka nevojë? Ajo do të tregon një letër që në fakt mua pak më ka coptuar shpirtin, vuajtje që ajo kalon në shtëpinë e vjerit dhe vjerës të saj. Por dëgjojeni deri në fund dhe jepni mendimin tuaj se çfarë lëvizjesh duhet të bën kjo grua. Duhet që të largohet nga shtëpia apo duhet që të qëndron të duron tmerin? Dëgjoni letrën deri në përfundim. Po shkruaj këtë letër me zemrën e coptuar, sepse nuk kam më kujt t'ia tregoj këtë dhimbje time. Kanë kaluar 2 vite që kur buri im mori rrugën për në Gjermani. Atë ditë kur u nis, më premtoi se gjithçka do të ndryshonte për mirë. Më tha që duheshte të kisha vetëm pak durim. Do punoj fort, edhe do të marr edhe ty. Unë i besova. Ja fala lotët, i fala vetmin, i fala netët pa gjumë. Mendova se sakrifica jon do të shpërblehej. Por sot, pas 2 vitesh, jam një grua që jeton mes 4 mureve, duke pritur një telefonatë që në të vërtetë nuk vjen kurrë. Në fillim më merrte në telefon, më pyeste se si jam, më thoshte se më kishte marrë malli. Edhe pse larg, ndoshta ndihesha sikur e ndejshin fëmijë. Por dal nga dal, ajo familja që unë ndjeja që e kisha, ndryshoi. Telefonatat u ralluan, mesazhet u bën të ftohta dhe pastaj pa pritur erdhi heshtja. Ajo heshtje që të vret më shumë se çdo fjalë e thënë edhe çdo fjalë e rëndë. Ka muaj të tërë që nuk më telefonon. Nuk pyet nëse kam bukën për të ngrënë. Nuk pyet nëse jam e sëmur. Nëse kam nevojë për diçka. Nuk dërgon para. Nuk kujtohet që këtu ka një grua që po e pret çdo ditë me sytë nga dera. Dhe unë mundohem që të gjej arsyen për ta justifikuar. Them me veten, ndoshta është lodhur nga puna, ndoshta ka halle, por zemra një gruaje, në të vërtet, e ndjen kur dashuria fillon të shuhet. Ka net që fle me telefonin në dorë. Sa herë që ndizet ekrani, zemra më re fort duke menduar se mos është ai. Por jo, zakonisht janë njerëzit e tjerë, ose reklamat e kota. Dhe unë mbetem duke qarë në heshtje, që të mos më dëgjoj as edhe një njeri. Më dhe më shumë mënyra se si më trajton. Kur më telefonon rall, më flet me nerva, sikur unë jam një barë e madhe për të, sikur po e bezdis. Kur i them se mua më merr malli, sikur e ndjej që ai bëhet keq. Një ditë mlodha guximin edhe i thash: a do të vi dita që të jetojmë përsëri bashk? Ai heshti disa sekonda dhe më tha ftohtë: nuk e di.
Ato dy fjalë mua në të vërtet më shkatruan shpirtin. Unë nuk jam një grua që në thelb kërkoj luksin. Nuk kam kërkuar jetë të pasur. Kam dashur vetëm pak respekt, një fjalë të ngrohtë, një burr që të më bëjë të ndihem se nuk jam vetëm në këtë botë, por sot ndihem si një hije brenda shtëpisë time. Çdo mëngjes zgjohem dhe shikoj derën. Them me veten, ndoshta sot do të kthehet. Çdo darkë bie të fle me të njëjtën shpresë. Por vitet po kalojnë dhe unë po humbas veten. Fytyra ime nuk qesh më. Sytë e mi janë lodhur duke pritur. Familja më thotë dil prej derës së burrit dhe mos e humb jetën. Disa të tjerë më thonë durim. Burri është në kurbet. Ndoshta një ditë do të ndryshoj. Dhe unë jam në mes të dy rrugëve. Nuk e di se çfarë të bëj. Të largohem edhe të shpëtoj veten, apo të qëndroj e ta pres siç kam bërë gjatë gjithë jetës. Më frikson ideja e ndarjes. Kam frikë nga fjalët e njerëzve. Kam frikë të mbetem e vetme. Por edhe kjo jetë që po jetoj nuk quhet më jetë. Është vetëm një pritje, vetëm lot, dhe në të vërtet është vetëm heshtje. Ka momente kur ulem në qoshen e dhomës dhe kujtoj ditët tona të para. Kujtoj si më mbante dorën, si më premtonte se kur nuk do të më linte të vetme. Pyes veten kur ai njeri humbi, a ndryshoi kurbeti apo ndoshta nuk më deshi kur, siç unë besoja. Nuk kam kujt t'ia them këtë dhimbje, njerëzit e gjykojnë shpejt. Thonë e ka burrin në Gjermani, çfarë i mungon? Por askush nuk e di se sa e rëndë është vetmia kur njeriu që do të duhej të ishte pranë teje të haron sikur ti në të vërtet nuk ekziston. Njëherë dal në obor dhe shikoj gratë e tjera me burrat pranë. Shoh si qeshin bashk, si pinë, qoftë edhe një kafe. Si ndajnë hallet e ditës dhe më mbushet zemra me boshllëk. Unë kam 2 vite që flas me muret. Po lodhem duke pritur, po humbas rinin, po humbas qetësinë, po humbas shpresën. Dhe prap zemra ime nuk di të heq dorë plotësisht, sepse gruaja duron shumë kur do dikë. Sot po e shkruaj këtë letër me slotëve sepse dua të më dëgjoj dikush. Dua të di nëse kam gabim, që ende po pres, dua të di nëse duhet të largohem dhe të shpëtoj shpirtin tim. Apo, në këtë mes, të vazhdoj të jetoj me këtë shpresë që po më vret ngadalë. Ndoshta një ditë ai do ta dëgjoj këtë dhimbjen time, ndoshta do ta kuptoj se pas çdo heshtje të tij, ka qenë një grua që është shkatëruar pak e nga pak. Po deri atëherë, unë vazhdoj të pres, me zemrën e lodhur, me syt nga dera dhe me shpirtin që po më digjet ditë edhe natë. Në fakt kjo është letra e kësaj zonje e cila dëshiron të merr mendimin tuaj.